ginkgo biloba. Atëherë, kjo është ginkgo biloba, e cila qetëson shumë mirë sistemin nervor dhe bën që kjo të na ndihkojë fuqishëm në gjitha organet e tjera. Njëkohësisht na ndihmon edhe në uljen e kolesterolit. Është një bimë që rritet në Shqipëri. Të tjera bimë me radhë që t'i prezantojmë për publikun. Atëherë kemi barin e bletës. Qetësues gjithashtu. Është një qetësues, pra ne do të marrim, si të thuash, 2 bimë që mund t'i bëjmë një kombinim ose 3 dhe mund të bëjmë një zgjidhje inteligjente, që do të thotë, nëse kemi në shtëpi bar blete, që ka edhe anës kopshteve, gardheve, kështu me radhë, nëse kemi dhe gjethen e mëllagës së zezë, malva silvestris, atëre, shumë mirë mund të bëhet një çaj në kushte shtëpie, e cila të më ndikojë së pari në largimin e gazrave nga organizmi. Po funksionoi mirë sistemi tretjes, po u zvogluan ato infeksionet, ato inflamacionet, skuqet, le të themi, në brendësi të zorës së trashë dhe të zorëve të holla, mundësia për t'i përthithur këto metale të rënda në organizëm është me pakët. Atëre, le të bëjmë një çaj, për shembull, që të tregojmë se si neve në kushte shtëpie mundet që të ndihmojmë në largimin e këtyre toksinave nga trupi dhe të metaleve të rënda. Duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër që metalet e rënda largohen lehtësisht nga trupi edhe në qoftë se ne do të marrim për shembull dhe do të përdorim edhe këto ushqimet që kanë fibra. Ato fibrat lidhen me to dhe ja shqiten të dyja së bashku. Dhe ato ushqime që kanë kripra të sqyufurit, siç është për shembull hudhra. Edhe hudhra na ndikon fuqishëm në këtë drejtim. Atëre, si mund të veprojmë? Pra, mendrën, barin e bletës, edhe mëllagën e zezë. E hedhim kështu siç janë ato, i lëmë afërsisht 10 minuta në ujin e ngrohtë, kullohet dhe ky është një çaj që na ndihmon në largimin e gazrave nga zorët dhe përmirëson sistemin e tretjes. Njëkohësisht, milca edhe mendra e butë janë pa diskutim bimë që na përmirësojnë shumë mirë funksionin e mëlçisë. Në ujë të nxehtë, sa do t'i lëmë edhe një herë? 10-15 minuta. Mund të merren 2 gota në ditë. 2 gota në ditë.